A kemi ndonjë provë konkrete deri tani që i lidh këta individ me organizatën MEK, se siç e thatë edhe juve është një temë delikate pasi ka shumë diskutime që a janë nga kampi Mujahedinëve apo janë persona shqiptar të fesë musliman? Po janë ende në fazën e një informacioni kryesisht mediatik që buron edhe nga analiza në studion dhe në media për shkak të ndjeshmërisë. Flasin apo jo gjuhë të huaj, janë shqiptar apo janë të huaj, janë mujahedin apo janë organizata të tjera apo individ shkëputur. Kjo mbetet për të pritur një konfirmim zyrtar. Por fakti që ato kanë mjete të cilët nuk duan të identifikohen, nuk kanë logo, xhamat i mbajnë të zi, nuk e kanë fytyrën e mbuluar, por është një veshje tradicionale e tyre, ku nuk e kanë fytyrën e mbuluar, ngjyra karakteristike bujkafe, pra shamia, xhaketa, pantallonat, është një veshje gati si zyrtare i një institucioni fetar, që të hedh dyshime pastaj dhe ajo që ne themi që mund ta lidhim apo jo me atë kamp. Por thash, lidhja me organizatën MEK apo Mujahedinët është shumë delikate dhe për pa pasur prova nuk mund bëjmë dot asnjë lloj aludimi që mund të jenë apo jo dhe pse mund të jenë ata.